Selam aleikum, ma prishet Ramazani kur lagemi thot në gjumë. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Jo, nuk prishet Ramazani. Agjerim të lehtë dhe të pranuar. Normal, nëse njeriu bëhet gjunub në gjumë, kur zgjohet pra merr gusull. Allahu i rujt sepse nevojitet për namazin. Zoti i rujt. O hoç, kur harron shumë, do me thonë se ke bërë gjunahe, për shembull një person më përpara nuk harronte, tani harron. Nuk është kusht. Ca gjona janë ndoshta edhe me mosh. Gjithsesi, njeriu duhet me rujt gjunafeve, harameve, me u përkushtu dhe me rujt veten e tij, për shembull, leximi i Kuranit, me rujt prej gjunafeve. Kjo bëhet shkak që kur të rritesh, pra ka pas prej të parëve që thoshte për shembull gjymtyrët i kemi rujt kur kemi qenë të ri, dhe Allahu i lartësuar na i rujti ato kur u plakëm. Por gjithsesi njeriu edhe sprovohet, pra nuk do të thotë gjë. Zoti i rujt dhe sprova për besimtarin, pra është pastrim dhe ngritje gradash. Allahu i rujt. Përshëndetje hoç, ka problem me pre flokun apo thonjt kur agjeron Allahu të ruajt. Përshëndetje, amin, Allahu i rujt edhe ju. Jo, nuk ka asnjë problem. Prerja e flokëve, thonjve, pastrimi, larja, nuk ka asnjë problem, nuk prishet agjerimi. Allahu i rujt agjerim të lehtë dhe të pranuar. Bajrami është me 20 mars. Mund të filloj me agjeru për të plotësuar ditët me 21? Po. Me 21 mund të fillosh për plotësimin e ditëve, pra kush ka borxhe të këtij Ramazani, pra i fillon direkt mbas ditës së Bajramit. Dita e Bajramit nuk bën me agjeru, është ndaluar. Pas Bajramit, pra fillon me shlyrjen e borxheve, pastaj kemi edhe 6 ditët e Shawalit, që patjetër kanë shpërblim të madh. Pra kush agjeron Ramazanin dhe pason me agjerimin e 6 ditëve të Shawalit, shpërblehet sikur ka agjeruar një vit. Pra është shpërblim i madh. Allahu na mundesoft, Allahu i rujt. Sa ditë pas Bajramit mund të fillohet me agjeru për të plotësuar ditët? Me njëherë, pas ditës së Fitr Bajramit, pra mund të fillosh me shlyrjen e borxheve të Ramazanit. Allahu i rujt. Bën të agjeroj 10 ditët e fundit. Nuk kam agjeruar asnjëherë, po vëlla bën. Filloja inshallah qysh nesër. Ku i dihet, ndoshta Allahu i lartësuar të shikon me syrin e rahmetit dhe të mëshiron, të falë Allahu i lartësuar. Filloja, bismillah. I lehtë është agjerimi. Lumë për atë njeri që agjeron. Agjeruesi e ka një lutje të pranuar. Kështu që unë të këshilloj të agjerosh. Agjero, Allahu të pranoft, Allahu të rujt. Selam aleikum, është lejuar falja namazit të natës me xhamat. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka bashkuar shokët e tij disa net pra ta falnin me xhamat, më pas e la nga frika që mos ju bëhej detyrë. Në kohën e Omeri ka bashkuar njerëzit pra të faleshin me xhamat, dhe ne sot falim pra taravit, që kush falet me imamin derisa të përfundoj, shpërblehet sikur është falur gjithë natën. Por 10 netëshi i fundit të Ramazanit, duke pas parasysh që profeti alayhis salam kur hynte 10 netëshi shtrëngonte brezin e tij, e gdhinte natën pra me namaz, me dhikr, me lexim Kurani, dhe i zgjonte familjarët e tij, atëherë pra dhe duke pas parasysh që me shtu sa më shumë adhurimet, pra bashkohen njerëzit dhe falen namaz me xhamat, sepse ka shumë njerëz që ndoshta nuk dinë me lexu Kur'an, nuk e përjetojnë aq mirë tush vetë dhe falin me xhamat. Emri Luan, a është haram? Jo, nuk është haram. Allahu i rujt. Selam aleikum, rejohet me u fal pa çorap, femra nëse o vetëm në dhomë. Do thonë ban, do thonë nuk ban. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Nuk ka lidhje, a është me njerëz apo pa njerëz në dhomë. Pra namazi duhet me u fal sipas rregullave. Dhe përsa i përket këmbëve, pra me çorape apo pa çorape, nëse fundi hijabi që ti vesh ose fundi që do falesh me të, pra i mbulon këmbët, jenë rregull. Allahu i rujt. Selam aleikum, nëse falemi vetëm me suret që dim ne, dhe jo ato që duhen të thuhen, ana shuhet wa aleikum assalam wa rahmetullah. Tani, Fatihaja duhet me e lexu. Nëse nuk e di, shumë e thjeshtë është sot. Shkruaj në Google falja e namazit për fillestar.
të del kjo flet palosje. Shkarkoje në telefon dhe i lexon aty, pra surën Fatiha e ke të shkruar aty, e lexon. Më pas surës Fatiha, ti mund të lexosh çfarë do lloj surje të duash, ose ajete të kesh dëshirë. Ama surën Fatiha e ke aty. Allahu i rujt, është shumë e thjesht. Pra, edhe nuk ke pse vështirëson. E merr e lexon. Duke i lexuar derisa të mësosh, pra nuk ka asnjë problem. Shumë shpejt e mëson. Allahu i rujt. Po ashtu edhe duat, lutjet tjera që janë, i ke aty tek flet palosja. Është haram vathi tek hunda. Motër e nderuar. Ka vende në botë që femrat pra kanë stoli vendosjen e vathit tek hunda, ndërsa fetarisht nuk ka ndalesë, fetarisht. Por ti shiko pra traditën e vendit ku jeton. Zoti i rujt. Selam hoxh, desha me ditë para se të lexoj Kur'anin, të bëj hatme, a duhet me fal 2 rekate namaz? Dhe njet, wa alaikumus salam wa rahmatullah. Jo. Fillon leximin e Kur'anit. Nuk është kusht pra me fal 2 rekat namaz apo me shqiptu ndonjë njet. Fillon leximin e Kur'anit. Allahu i rujt. Si veprohet dhe është i njëjtë pranimi i duas nëse një femër qëllon me perioda natën e Kadrit. Atëherë, Aishja Zoti qoftë i kënaqur prej saj, ishte në haxh. Dhe i erdhën periodat, profeti alayhis salam i thotë bëj gjithçka që bëjnë haxhit përveç tavafit. Dhe dihet që haxhit kur janë haxh luten, bëjnë dua. Përveç tavafit, sepse tavafi konsiderohet si namaz. Kështu që edhe ti, kur je me perioda, pra femra kur është me perioda, bën lutje, dua bën, dhikr bën, pra lutet, dhe Allahu i lartësuar çfarë thot, ud'uni astajib lakum, lutmuni mua, të përgjigjem ju. Dhe nuk ka kufizuar, pra lutjen që tush po që je me perioda nuk lutesh, jo, lutje bëj. Allahu ju rujt, Allahu mos na privoft nga mirësitë e natës së Kadrit. Amin. Selam aleikum hoxh. Kur nuk flem dot, po dua të falem natën, a quhet si tahajjud apo jo? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Po, përderisa po falesh, quhet namaz nate. Allahu të rujt. Allahu ju apranoft namazin dhe patjetër kur të falesh, ndaj edhe ndonjë lutje për besimtarët, përfshirë edhe mua. Allahu i rujt. Selam aleikum. Kur i kompensojmë 10 ditët e fundit që nuk i kemi agjeruar, a janë shpërblimet njësoj? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Këtë shqetësim zakonisht e kanë motrat tona. Pra ndodh që janë me perioda. Dhe shëllon që periodat i kanë 10 ditën e fundit Ramazanit. Dhe thot tani unë nuk agjeroj, se nuk agjeron gruaja që është me perioda. Thot, po a e kam shpërblimin unë pas Ramazanit një lloj? Shiko, nuk humbet asgjë tek Allahu i lartësuar. Njetin tënd Zoti i gjithësisë e di. Dhe nuk të humbet asgjë tek Allahu i lartësuar. Pra ti këto ditë i shfrytëzon duke bërë dhikr, duke përmend Zotin e gjithësisë, duke u lut dhe këto agjerimin e kompenson pastaj pas Ramazanit dhe nuk humbet asgjë tek Allahu i lartësuar. Pra për agjerimin nuk agjeron, i kompenson këto ditë pas Ramazanit, ama lutesh, përmend Zotin e gjithësisë patjetër. Allahu i rujt. Nuk humbet asgjë tek Allahu i lartësuar. A ka problem nëse i falim teravit dhe namazin e natës në xhami të ndryshme me imam të ndryshëm? Përderisa nuk mendon se po shkove ke ato xhami, pra ka shpërblim më shumë, atëherë nuk ka problem. Përveç 3 xhami të cilat synohen dhe njeriu përgatitet me shku ke ato. Xhamia e Qapes, xhamia Profetit alayhis salam dhe xhamia Aksa. Pra që ka shpërblim specifik, shpërblim më ndryshe. Ndërsa xhami tjera shkon do me dëgju për shembull një imam ndryshe, ka një ligjërat, nuk ka problem. Allahu i rujt. A prishet muaji Ramazanit në qoftë se kam thot pirë 2 birra për ditëlindjen e një shoku? Nëse e ke pirë gjatë ditës Ramazanit, Allahu ta lehtësoft se është mëkat i madh. Zoti na rujt. Prishja e agjerimit është mëkat i madh. Alkooli, krahas kësaj, pra është mëkat i rënd, mëkat i madh. Dhe në ditë Ramazani, pra i haram është mëkat i madh është jashtë Ramazani, por në Ramazan, pra ditë agjerimi, Allah na rujt. E nëse e ke pi,
pas iftari, atëherë haram është, por dita e agjerimit ka përfundu në iftar. Ama, unë të këshilloj me heqdor prej alkoolit. Me agjeru, me u pendu të Zoti i gjithësisë, nëse e ke prish ditë në agjerimit, me e kompensua ditë mbas Ramazani, dhe me u pendu tek Allahu i lartësuar. A mund t'ja jap zakatin dikujt që mban Ramazan po nuk falet? Po, mund t'ja japësh, përderisa bën pjesë tek ato kategoritë, pra që i përmend Allahu i lartësuar në Kur'an, pra mund t'jetë njeri që është nevojtar, është borxhli, pra mund t'ja japësh, Allahu i rujt. Jam duke lexuar Kur'anin nëse s'muj mrena Ramazanit me kry leximin, a ka problem? Mashallah, Allahu të rujt, Allahu të forcoft. Shiko, besimtarja shpërblehet për çdo shkronjë që lexon të Kur'anit. Pra, elif lam mim, nuk themi elif lam mim një shkronjë, por elifi një shkronjë, lami një shkronjë, mimi një shkronjë. Elifi, pra që ti lexon, 10 sevape, lami 10 sevape, mimi 10 sevape. Pra, ne lexojm 3 shkronja, elif lam mim, 30 sevape. Kështu që leximi i Kuranit ka shpërblim të madh, edhe nëse nuk e përfundon hatmen. Vetëm leximi që ti lexon, pra çdo shkronjë 10 sevape. Lutim Allahun e lartësuar të na bëjë prej atyre që e lexojnë vazhdimisht Kuranin. Pastaj përfundoi Ramazani, nuk përfundon leximin, ti vazhdo lexo. Allahu i rujt. O hoxh, selam aleikum, dua të falem, por shkoj në shkollë dhe në punë. Çfarë të bëj? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Me e fal namazin. Veçohesh diku dhe e fal. 5 minuta, nuk të merr më shumë. Është shumë e thjeshtë, namazi është shumë i thjeshtë. Mjafton të jesh i vendosur, Allahu ta lehtëson. Veçohesh diku, fal namazin dhe vazhdo shkollën, vazhdo punën. Nuk të pengon namazi, Allahu i rujt, përkundrazi, është lidhje me Zotin e qetësisë. Është shkak për sukses. Kush i fal 5 vakte ti premtohet xheneti, Allahu i rujt. A bën disa rroba të mamit tem thot të ndjer me i dhuru diku në xhami, apo si e rekomandon ti? Mund t'i përdorësh vet, mund t'i dhurosh, mund të ndihmosh dikë që ka nevojë për to, pra nuk ka asnjë problem, ti shikoje. Pra nëse jep, pra sadaka ndihmon dikë me to, pra ju si pasardhës të gjithë, sa ato janë tuaja tani, dhe ndahen mes jush, pra ju si pasardhës të saj, shikojeni, nëse binin dakord gjithë si thonë, shiko këto rroba, do japim pra për shpirtin e saj, në rregull, dhe jepni dikujt që ka nevojë, dhe inshallah shpërblehet ajo, shpërblimet i shkojnë asaj, ose nëse pra i ndani që ju si pasardhës ti përdorni, në rregull. Zoti ju rujt, Allahu e mëshiroft, Allahu ju dhon durim. Amin. Më ka vdek mami thot që disa muaj, dhe me të vërtet po mërzitem shumë. A e ndjen ajo? Elus Allahun e lartësuar që të t'jap durim. Elus Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj të bashkohesh me maman tënde në xhennet. Shiko, ajo që unë të këshilloj është me bo lutje për të. Kjo i shkon asaj, lutja. Ajo që unë të këshilloj, nëse ke mundësi ekonomike me dhënë lëmosh për shpirtin e saj. Kjo i shkon asaj, pra i shkojnë shpërblimet. Dhe pa tjetër që e ndjenë që i vjen mirësia. Kështu që unë të këshilloj këtë gjëra të bosh. Lutje, pra fal namaz se jesh dhe lutu për shpirtin e saj. Që Allahu ta falë, Allahu ta mëshiroj, Allahu t'ju bashkoj me të në xhennet. Ke mundësi ekonomike, qoftë edhe 2 lek, jepi për hir të Zotit, për shpirtin e saj. Allahu të rujt, Allahu dhon durim dhe ta mundësoft të bashkohesh me të në xhennet. Amin. Po për ne që nuk dim të falemi, por bëjmë dua dhe lexojmë Kur'an, a na pranohet agjerimi? Pranohet inshallah. Po pse nuk falesh? Shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme pas shahadetit. Unë të këshilloj që ta falësh namazin. Ku ka më mirë se sa me kry një shtyllë tjetër prej shtyllave të Islamit. Pra ti po agjeron sakrificë e madhe, po agjeron për Allahun e lartësuar, po kryen një shtyllë të Islamit. Krye edhe namazin. Shtylla më e rëndësishme pas shahadetit është shumë e thjeshtë. Me mësu, me u falë është shumë e thjeshtë. Pra nuk ka vështirësi, shkruaj në Google falja namazit për fillestar, të del kjo flet palosja, falja namazit. E shkarkon telefon dhe duke i lexon këtu, pra i ka të shkruajt me i lexon këtu. Duke i lexu falesh. E thjeshtë është. Allahu ta mundësoft ta falësh namazin.